çfarë mendoni për deklaratën e Marta Kos? A ka të vërtetë në atë që ajo thotë, a jemi në një shoqëri që e ka pranuar korrupsionin? Akoma më tej, a jemi shoqëri e korruptuar? Kush fillon? Agrone fillon ti me që tjerët janë pjesën dhe pastaj vetë. Tani, kjo nuk është e vetmja, besoj, që shikon Shqipërinë dhe thotë në Shqipëri duhet ketë një problem me pranimin e korrupsionit. Sepse për çdo ndërkombëtar që interesohet pas Shqipërisë dhe shikon çfarë po ndodh në Shqipëri, sidomos tani me përplasjen midis drejtësisë dhe pushtetarëve të korruptuar, dhe kur shikon që të gjitha partitë politike, sidomos dy partitë më të mëdha, rreshtohen në mbrojtje të korruptuarve dhe kur ju intereson, kuptohet, dhe kundër drejtësisë, thotë, se këtu pas ka një problem me pranimin e korrupsionit, mbi të cilën duhet punuar. Kjo nuk më çudit. Kush është ai që do shikonte gjendjen, do shikonte media, do shikonte qëndrimin e deputetëve, e qeverisë, e opozitës, dhe nuk do mendonte që në Shqipëri korrupsioni pranohet. Ti e ke thënë shpesh këtu në studio, apo jo, Ylli? Ky është një vend që korrupsioni pranohet. Po. Por në fakt, kështu që jo pranohet, po është shumë prezent. Ajo që kuptojmë nga kjo deklaratë është që ne nga Shqipëria, nga këtu ne përcjellim mesazhin, jo vetëm tek jo, po kudo, që në Shqipëri korrupsioni është i pranuar. Ne duam korrupsionin. Por si është e vërteta? E vërteta është që nëse ne shohim, mjafton të shohim sondazhet, mjafton të flasim me njerëzit, mbi 75% e shqiptarëve janë me spakun, janë në mbështetje të korrupsionit. Jo, do zbresim. E kemi shumë të gjerë. Pasi mbarojmë të Marta Kosit. Dakord. Po këtë mbarojmë këtë deklaratë se unë marr pyetja është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Jo, pastaj se do dalim se 20 njerëz të zgjedhur tani agron. A mundet 20 njerëz të rregullojnë shoqëri që është kaq e korruptuar tani? Pastaj do dalim ta jo. Aty do flasim pyetja jote ishte, është e vërtetë? Pyetja jote, është e vërtet apo s'është e vërtet? Deklarata e Marta Kosit apo jo? Ja i pranojnë korrupsionin apo që është e vërtet deklarata? Është e vërtet se na e tregove ti. Është e vërtet çfarë ajo? Çfarë ajo thot, dakord. Dhe po të them që po të shikojmë thjesht sondazhet, 75% e shqiptarëve janë me spakun kundër korrupsionit. Por ka një keqkuptim nëse e shohim. Ne keqkuptojmë faktin që shqiptarët janë të pafuqishëm, të dorëzuar deri diku, dhe këtë interpretojmë si pranim. Jo, nuk janë fare, nuk e pranojnë korrupsionin. Janë të marrë peng. Nuk din çfarë të bëjnë. Janë dorëzuar. Dhe fatkeqësisht, një pjesë e mirë e tyre, nga që nuk shikon zgjidhje, ikën. Largohet nga Shqipëria. Kështu që mos të interpretojmë pafuqinë me pranimin e korrupsionit. Nuk ka lidhje. Jo, është me thellë, agron, po ne nuk e kemi temë më vete, po diskutojmë rastin fjalë. Ne jemi pak otoman tani, se na pëlqen kjo gjë, po themi është. Shiko, dhe po e mbyll dhe po lë fjalën. Tani, Ylli. Tani ne jetojmë në këtë kontekstin ton. Para se të hyja në politik, bëja një jetë tjetër. Isha në biznes, kisha me 10, me 100 bashkëpunëtor, më falni. Do thotë që ti je gjithkush. Po më le të mbaroj, se nuk thash unë. Ti ke ardhur me kostum kamuri, nga biznesi që ke patur, ndërsa të tjerët kanë ardhur agron, prej ndryshe nga ty, kanë ardhur që të bëjmë para. Më lejo të mbaroj. Mbaroj, dakord. Po thosha, unë jetoja në një kontekst ku njerëzit me cilët unë kisha të bëja me qindra, me 10 bashkëpunëtor, ishin njerëz që nuk jetonin me korrupsion, jetonin me punë të ndershme. Nuk është e gjithë Shqipëria kështu siç shohim ne. Nuk përfitojnë gjithë nga korrupsioni. E vuajnë korrupsionin, absolutisht. Temë tjetër. Nuk është temë, kjo është ne për të po flasim. Po ti tani do të justifikosh këtë që kemi si e kemi ne këtë tani? Çfarë kemi? Atë të keqe që kemi, që na pëlqen kjo punë e korrupsionit. Ne duhet ta themi. Po ta mendojmë ndryshe. Jo, nuk e mendon ndryshe. Nëse u pëlqen Ylli, po pse? Nuk e mendon ndryshe, jo. Është korrupsioni këtu thot. Po merr Ylli një sekond, po pse të njëjtët që të cilët ju pëlqen korrupsioni kur shkojnë jashtë, nuk ju pëlqen më korrupsioni dhe nuk janë më të korruptuar dhe nuk thehen atje. Sepse gjërat tu agroni kanë marrë 20 veta. Preferojnë të rinë në një vend ku s'ka korrupsion, por nuk thehen se vendi ka korrupsion, nëse ti thua që janë gjithë korruptuar dhe kanë të gjithë një. Jo të gjithë, jo. Shumica. Se themën.
Jo, Ylli, jo, shumë e thjesht. O, Ylli, kanë 35 vjetë që janë marë peng, nuk din çfarë të bëjnë, nuk din nga ta mbarë. Si funksionon një gjyqi? Bet, apet të seanca dhe bet gjyqi. Unë e dua të dënuar. Po s'jemi... Nuk kemi aty, se këtu thot fundin, zoti Shehu. Një gjyq, një proces penal duhet ecim në koncept si funksionon. Proces penal funksionon në këtë formë. Prokuroria e posaçme ushtron ndërhyrjen penale. Prokuroria e posaçme fillon hetimin. Hetimi ka sukses apo jo në 1 vit apo në 2 vjet për ta çuar çështjen në gjyq, e çon përfundimisht në gjyq. Pastaj, këtu fillon dhënia e drejtësisë. Deri këtu kemi ushtrim ndjekjes penale. Kur fillon dhënia e drejtësisë, deri në fund që gjykata të jap vendim të çka ka ndodhur tani si sukses thua ti? Më fal. Ja ta dëgjojmë avokatin. Ushtrimi i ndjekjes penale, duke dhënë fund pandëshkueshmërisë, në faktin që janë ndjekur zyrtarisht, penalisht, shumë zyrtarë pushtetit lokal të lartë, zyrtarë të qeverisë. Këtu kemi sukses në ushtrimin e ndjekjes penale, në dhënien e drejtësisë. Në dhënien e drejtësisë, pastaj do të shohim kur vendimi, jo vetëm GKK-s, kur vendimi shkojë deri në gjykatë lartë, atëherë ne do shohim se kjo drejtësi e re që u ngrit është vetëm fundi pandëshkueshmërisë apo është dhe me standardet e dhënies së drejtësisë. Këto janë elementë të cilët do shihen kur proceset përfundojnë në gjykatë të lartë. Shumë bukur. Por do kohën e vet. Tani vetëm të shtoj, Spaku ka vetëm gjyken penale. Jo vetëm të shtoj diçka, nuk po thuaj. Po ta them unë, ti them edhe unë dy fjalë. Tani ta tha avokati. Më fal një sekond. Do të thjesht të shtoja. E prokurori di më mirë. Po shumë e rëndësishme t'i shpjegojmë atyre që na ndjekin që nuk është se prokurori gjyqi funksionon kështu, prokurori mbledh provat, thot bindet që dikush ka vjedhur, dhe pastaj fillojnë gjyqi dhe mbaron kur merret vendimi fundimtar. Janë marrë disa vendime ndërkohë. GKK-ja ka marrë vendime kur është para është më saktë ajo që the. Ajo para është më saktë. Më fal. Vendimet janë marrë për mbledhjen e provave. Në vend të kesh shkëmbyer tani është sukses të thuash. Më fal, është me brekët e të lutem. Me brekët e kryetarit të bashkisë. Hajde shkëmbyerin senatorët me atë pikë hajde. Si nga sukses, si nuk është sukses të thuash që është marrë pandehur. Marrja e pandehur me një vendim gjykat, bëhet një proces. Ai është një sukses, sepse gjykata vendimi prokuror. Vendimi, më fal, është masa e arrestit, është një vendim i gjykatës. Kontrolli, masa e arrestit. Janë të gjitha vendimet e gjykatës ku praktikisht janë suksese të vogla të prokurorisë, e cila bind gjykatësit që ka vend për hetim, ka provat mjaftueshme, ka prova për ta marrë të isha i qartë kur thash ushtrimi i ndjekjes penale është një sukses. Ne jemi në një moment ku përplasja midis drejtësisë dhe ekzekutivit dhe majorancës ka arritur kulmin. Këtu pavarësisht se agron po themi gjë tjetër. Po pranojmë spakun, po pranojmë dhe firmat e tua. Ti them unë dy fjali apo do të... Ore, pyetja është kjo drejtësi që është ndërtuar për 99.7% popullsisë, ty të duket e mirë. Se unë s'tja vot ty në qoftë se tua është e mirë. Ylli, urdhro. Do më lejosh të flas? Urdhro, fol. Po jo gjëra tjera. Unë këtë pyetje po të bëj. Po flas për drejtësinë. Po flas për drejtësinë. Drejtësinë. Edi Rama do ta ndryshojë, do tentoj të ndryshojë drejtësinë dhe po bën gjithçka. Dhe një nga mënyrat që po përdor, gjë e parë, duhet të uli besueshmërinë e drejtësisë dhe këtë po e bën në mënyrë të shkëlqyer fatkeqësisht duke përdorur të gjithë kontrollin që ka mbi mediat. Dhe për ditë flitet se sa e keq drejtësia të përgatitet terren. Çfarë bëri edhe në 2013 zoti Shehe edhe nuk u ndje njëri. Këtë bëri ai edhe në 2014 dhe bëri këtë lloj reformi që jemi sot. Tani konkludo se përgatit terrenin për të ulur besueshmërinë e drejtësisë. Do tani po flet nëse keni dëgjuar për referendumet, sepse do të përdori referendumet pikërisht për të kapur drejtësinë. Ky është plani që ka Edi Rama. Dhe kjo ka për të ndodhur. Ai do tentoj të ndryshoj, të kapi drejtësinë. Po flet për spakun, Po flas për drejtësinë, të gjithë spak drejtësi. Po drejtësia ka marrë lumi pjesë tjetër. Çdo gjë që do shohim. E ka marrë lumi që mori vononë, i marrën dhe që paronë pse s'mori vetë gjatin tonë. Ajo që do dëgjojmë ne në muajt në vijim do jetë një luftë, një fushat denigruese ndaj spaku, ndaj drejtësisë, duke bërë lëmsh, duke futur brenda dhe drejtësinë e zakonshme, dhe prokurorët e zakonshëm, dhe spakun, dhe GKK-n, duke thënë që e keqja e këtij vendi është drejtësia. Jemi okay.